Nuk mund të mos ju pyesim edhe për luftën hibride, jo vetëm të Serbisë, por tashmë edhe të Rusisë kundër Kosovës. Ju keni nxjerrë në pa këtë kërcënim me hulumtime të shumta në fakt. Fatmirësisht këtë fushat agresive ka kuptuar edhe Britania që nuk ngurron të drejtojë gishtin deri tek Putini. Pyetja që kemi në fakt lidhet me formën e re të luftës hibride që bën Serbia me ushtarë kamufluar si besimtarë ortodoks, por cila mund të jetë forma e radhës në mënyrë që edhe autoritetet në Kosovë të jenë vigjilente? Fatkesisht Serbia nuk është era e parë që po zbulohen që persona të strukturave të Serbisë janë të veshur në petkun e Pelegrinit. Kjo ndodhi se fundi madje dy prej tyre vetë se pranuan që janë pjesë e disa strukturave të sigurisë në Serbi, dhe sigurisht që ka dhe persona të tjerë dhe që veshen në petkun e Pelegrin dhe keq përdorin edhe religionin dhe fatkeqësisht sikur në rastin e Banjskës, ata jo rrallëherë po fshehen prapa mureve të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Dhe në këtë formë atëherë po bëhet një farë lloj jo transparencë se çfarë po ndodh brenda kishës ortodokse në Kosovë dhe çfarë po përgatitet prej tyre kundra Kosovës. Në këtë rast Kosova do thotë është mjaft vigjilente, institucionet e inteligjencës janë mjaft vigjilente dhe janë duke vepruar siç po e shohim me zbulime që po ndodhin tani së fundi dhe në rastet e tjera, po ashtu ka qenë vigjilente që të zbuloj edhe iniciativat e tyre kundra zgjedhjeve në Kosovë. Por të rasti tanishëm Serbia mori edhe një iniciativë të njëkohshme ku nëpërmjet propagandës mediatike, ekskluzivisht nëpërmjet Kosova Online-it, që është një media serbe, morën një fushat për të rikthyer propagandën e tyre që serbët në Kosovë janë duke vuajtur dhe besimi serb ortodoks po preket në Kosovë. Gjë që do të thotë nuk është e vërtetë. Ata ekskluzivisht morën shembullin e kishës ortodokse e cila është ndërtuar në oborrin e Universitetit të Prishtinës, një kishë ndërtuar e filluar në vitin 92-94 që të ndërtohet, dhe e cila do të thotë është ndërtuar pikërisht në zemrën edukative dhe në zemrën e shqiptarëve ku është nisur çdo lëvizje për të drejtat dhe liritë shqiptare. Pra ka qenë domethënë një qëllim okupues. Dhe ata filluan që pa argumente të shfrytëzojnë të bëjnë një propagandë të tillë në mënyrë që ta rinxisin opinionin serb kundrejt shqiptarëve dhe në këtë mënyrë të krijojnë një gjendje e cila do të shkallë pakënaqësi. Dhe duke pasur parasysh që edhe fuqi që ka marrë një ofenzivë me disa serb që i kanë nisur edhe për disa qytete evropiane dhe po ashtu disa serbë që të organizohen në Serbi proaktive kundra protestuesve që janë kundra Vučićit, mund të themi potencialisht që ndoshta gjëra të tilla do të tentojë të organizojë edhe në Kosovë, sikur që ka organizuar në forma të proteste ku sulmuan edhe gazetarët, po sulmuan edhe forin në vitet e kaluara. Ndërkohë këto përpjekje për destabilitet në fakt e gjejnë Kosovën në një krizë politike me zgjedhje që prodhuan një rezultat vështirë për krijimin e një mazhorance të qëndrueshme. A ka gisht Serbia dhe Rusia në fakt në këtë që po ndodh në politikë dhe çfarë pasojash ka për Kosovën në këto momente kur shohim konfigurimet e reja në shahun gjeopolitik botror, Gurakuç? Dua të përmend një fakt, më thonë që rrotës e fundit 2 herë ka folur për çështjen e Kosovës dhe Bosnjës, ku në herën e dytë madje ka përmendur se duhet Serbia të jap llogari për çështjen e Banjskës, ndërsa herën e parë ka thënë se nuk do ta lejojnë rajonin të kthehet në vitet e 90-ta, dhe po ashtu ka thënë se po punojnë për të ulur tensionin. Që ne kuptojmë që ata janë shumë të vendishëm për atë që po ndodh në rajon dhe ka tensione dhe kërcënime të bollshme nga Serbia. Në anën tjetër po ashtu e përmend edhe nga Britania ka reagime të tilla dhe sigurisht që edhe vetë kërkesa e Britanisë, Bashkimit Evropian, raporti i Parlamentit Evropian sot që ishte për të hequr sanksionet Kosovës dhe për të pasur një dialog, kërkesa për jo reciproke përmjet palëve që e bëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës në OKB, të gjitha këto do thotë janë një lloj bumerangu që po ndodhin kundra Serbisë dhe Serbia do të angazhohet me çdo kusht që të shfrytëzoj periudhën e cila është më nevralgjike për Kosovën, kur nuk ka institucione të konsoliduara të dalin nga zgjedhjet e fundit. Fatmirësisht institucionet e sigurisë, institucionet e inteligjencës dhe institucionet e tjera në Kosovë janë duke funksionuar në mënyrë mjaft të duhur dhe të adekuate, sepse